Hej, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do dua një minutazh të vogël t'i kushtoj Xhulit, ish banores së Big Brotherit, fenomenit që në fakt e ka mbajt audiencën mbërthyer për ekrani për vite të tëra me deklaratat e saj, me veprimet e saj, me natyrën që Xhuli po tregonte publiku shqiptar. Xhuli po tregon një natyrë shumë interesante, një personazh pa filtra, një personazh që i thot gjërat ashtu siç i ndjen. Unë një herë dua t'i uroj një mëmësi të mbar. Xhuli po përjeton një nga emocionet më të bukura në jetën e saj, të bërit nën. Tani të flasim ne meshkujt për nënat është pak e çuditshme, po derisa shoh gjithë këtë agresion të madh nga ana e femrave për një femër, me patjetër që ngritem edhe të flas dhe të shtroj pyetjen, deri ku do të shkoni nati nga ana e femrave të tjera për një deklarat që e dha Xhuli. Tani Xhuli ka dhënë një deklarat që në fakt është bërë shumë mediatike dhe është përfolur tepër. Sot jetojmë në vitin 2026. Unë bajmë ënd, do kthem pak në retro. Blona Qereti në Xink me Ermalin ka treguar këtë historinë vitin 2015, që kishte ngrirë vezoret e saj dhe kur të dëshironte ajo nëpërmjet nëpërmjet mjekësisë mundeshte që të mbetej shtatzën. Dhe në atë kohë Blona Qereti nuk u akuzua kaq shumë. Del Xhuli, flet, jep një mendim, ndoshta mënyra se si e tha ishte e gabuar, por Xhuli nuk e ka fuqinë që të shkatroj gjinin mashkullore dhe të ndaloj shtatzanin mashkull dhe femër. Ajo tha idenë e vet. Duhet për ta paragjykuar një njeri duhet të lidhemi pak me historikun e saj, Ajo kishte lutje të madhe, kishte ëndra të mëdha për vite me radhë që ta bën këtë gjën. Tani Xhuli nuk ka vendosur që të martohet, nuk ka vendosur që të ketë një jetë si shumica, sepse nuk janë të gjithë të martuar, dhe ka vendosur që në këtë formë të vbinë në jetë fëmijën e saj. Nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse ajo prap do t'i rrisë, ajo do kujdeset, e shikoj që është shumë e vëmendshme në këtë që po përjeton, po jeton. Unë mendoj që Xhuli nuk është në kohën që ne ta akuzojmë, që ne ta godasim, që ne ta poshtrojmë, por është në kohën që ne duhet t'i japim dashuri, duhet t'i japim mbështetje, duhet t'i japim respekt, sepse ajo tani është në ato momente që ndoshta në jetë nuk do t'i kthehen më kurrë, sepse ka dy binjak dhe ndoshta këtu e përfundon pjesën e fëmijëve. Pse duhet ne me analizat tona, me komentet tona dhe sidomos gjinia femërore, të jemi kaq të ashpër kundërdrejt një nënës së re, duke dhënë ajo mendimin e saj. Po ndoshta ka dhe të drejtë, sepse në botën ku ne jetojmë, nga ajo që shohim një burr vret një grua, ndonjëherë një nënë është shumë e devotshme për fëmijë se sa babai. Ky është mendimi im. Dhe për këtë gjën, unë nuk është se e mbështes të plot deklaratën e Xhulit, por unë mendoj që duhet ta mbështesim Xhulin dhe ta bëjmë që ajo t'i përjeton momentet më të bukura në jetën e saj. Ta shijon shtatzanin dhe jo ta bëjmë që të ndjehet e mallkuar dhe të ndjehet e tmerruar nga një deklaratë që ajo e tha.